Ç'a ndodhi në fakt? Dua të them dy fjalë në lidhje me atë emisionin që bëra për rrëmbimin e arit. Ka shumë njerëz që s'janë kompetentë dhe bëjnë kot atje sikur dinë shumë. Kur thashi që Kadafi kishte 143 më duket ton ar, sa gjysmë arit grabitur shqiptarëve, duhet kuptojmë që ose Argentina 64 ton ar, duhet kuptojmë që ky nuk është ari i gjithë ari që këto vende kanë brenda, sepse sigurisht privatët, në qoftë se do mblidhet gjithë ari privatëve, siç u mblodh në Shqipëri më 46 me ligjin për tatimin e jashtëzakonshëm, në ato vende është shumë më i madh se sa në Shqipëri. Dhe duhet të kuptojmë që ari që u grabit shqiptarëve nuk ishte i shtetit shqiptar, ishte i shqiptarëve, i tregtarëve, i familjeve që ju janë shkollur edhe dhembët për floririn nga këta xhailat e xhihadit komunist në ndikimin për t'ju bërë servila komunizmit, se ky është komunizmi, të bëhesh e vëlla me popujt e tjerë, me slavët, dhe të bëhesh armik të spiononje vëllezrit e tu dhe t'i fusnja në burg vëllezrit e tu dhe të bëhesh një internacionale komuniste, ku në fakt të gjithë do t'jetonin në diktaturë.